Kryetari i kësaj qeverie, kryeministri, është ai që ka përsëritur në mes të Beogradit, kërkesën për njohje të Kosovës. Zoti Ministri i Mbrojtjes, nuk bëra patriotizëm patetik. Tani, nëse flasim për Kosovën dhe përmendet Ramën në Beograd, unë po përmend një gjë tjetër. Kush e mban përgjegjësinë për Open Balkan? Kush e mban përgjegjësinë për vite të tëra marrëdhënie të ngrohtë me Beogradin pas sjell asgjë? Kush e mban përgjegjësinë për konfliktin e madh që ka sot me kryeministrin e Kosovës? Ka deklaratë nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë që Rama më ka kërkuar të pranoj ndarjen e Kosovës. Kjo nuk është patriotizëm fals. Zoti Ministri i Mbrojtjes e të nderuar kolegë të së majtës. Kosova meriton një tjetër qasje dhe meriton një tjetër vëmendje nga ky parlament dhe nuk mund të bëhet retorik politike. Kompleksin e të